Të dashur vëllezër dhe motra, falenderojmë Zotin në një ditë të begat, një ditë të veçantë, në këtë inaugurim xhamie që po falim ditën e Xuma, që përkoj në këtë ditë të begat dhe të mrekullueshme për besimtarët musliman. Sapo kemi hyrë në një muaj të veçantë kalendarit islam, jemi në muajin Rabiul Awwal. Dhe tema ime është për lindjen e profetit alayhi salatu wassalam, që e kam titulluar Drita që duhet të jetoj mes nesh. Muajin që na kujton lindjen e të dërguarit të Allahut, Muhammed alayhi salam. Dhe sa herë që vjen ky muaj, ne ndalemi, kujtojmë jetën e tij, flasim për moralin e tij, për mëshirën e tij, për sakrifisat e tij dhe për mesazhin që ai solli tërë njerëzimit. Por sot do të doja të ndaleshim te një pyetje pak më ndryshe. Çfarë do të ndryshonte në jetën tonë nëse Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk do të ishte vetëm një emër që e nderojmë, por një shembull që përpiqemi ta jetojmë. Sepse kjo thot në thelb, sfida e çdo besimtari të jetoj e veproj sipas traditës profetike sallallahu alaihi wasallam. Dhe vetë Zoti e përshkruan Muhamedit alayhi salam në këtë mënyrë. Ju keni një shembull të mrekullueshëm tek Muhamedi alayhi salatu wasalam, për atë të cilin shpreson tek Allahu dhe në ditën e gjykimit dhe përmend Zotin shumë. Të nderuar vëllezër dhe motra, ne nuk kemi nevojë vetëm ta kujtojmë profetin alayhi salatu wasalam në këtë muaj si gjithë muajt e tjerë. Ne kemi nevojë ta kuptojmë atë. Dhe më shumë se kaq, kemi nevojë ta sjellim mësimin e tij në jetën tonë, veprën e tij në jetën tonë. Kur Allahu i madhruar e përshkruan mëshirën për botët me këtë përkufizim, dhe ne nuk të dërguam ty vetëse si mëshirë për botët, ve ma arsalnake illa rahmatan lil alamin, sadakallahu al-azim. Ky është një përkufizim i jashtëzakonshëm. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam nuk erdhi vetëm për të ndryshuar disa rite të një shoqërie. Ai erdhi për të ndryshuar njeriu me dy komponentët kryesorë, shpirtëror dhe trupor. Dhe kur ndryshon njeriu, ndryshon familja. Kur ndryshon familja, ndryshon shoqëria. Kur ndryshon shoqëria, ndryshon edhe historia, siç e ndryshoi Muhamedi alayhi salatu wasalam me lejen e Zotit. Kjo ishte fuqia e misionit dhe mesazhit të tij të marrë nga Zoti. Vëllezër dhe motra të nderuar pranishëm, Muhamedi alayhi salam lindi në një shoqëri që kishte shumë probleme, por kishte edhe diçka që e bënte të veçantë misionin e tij. Njerëzit kishin nevojë të riktheheshin te dinjiteti njerëzor. I forti në atë kohë e shtypte të doptin. Pasuria përcaktonte vlerën e njeriut. Gjaku dhe fisi shpesh ishin më të rëndësishëm se drejtësia. Dhe në atë realitet erdhi mesazhi i Kuranit, mesazhi islam, për t'i thënë njeriut, nëpërmjet Muhamedit alayhi salatu wassalam, o njeri, ti nuk je i madh sepse ke shumë para. Nuk je i vlefshëm sepse je nga një familje e caktuar. Nuk je i mirë sepse ke më shumë pushtet. Madhështia e vërtet është në moral, në drejtësi dhe në devotshmëri. Ky mesazh nuk i përket vetëm shekullit që erdhi Muhamedi alayhis salam, por të gjitha kohrave deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, morali i Muhamedit alayhis salatu wassalam ishte saqë edhe sahabet kur e dhunonin, kur e shanin, kur e fynin mushrikët e Mekës, dhe i thonin, ja Resulullah, a nuk do bësh beddua për ta? A nuk do bësh pra kundra lutje për ta? A i thoshte në këtë mënyrë, me moralin që kishte ai, dhe që kishte sjell i madhi Zot për të, dhe thoshte në këtë mënyrë,
inni lem ub'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Unë nuk jam dërguar për të mallkuar, por jam dërguar për mëshirë, për të treguar njerëzve rrugën e mirë, rrugën e shpëtimit në dunja dhe në ahiret. Të nderuar vëllezër dhe motra, natyrisht që ai ishte i jashtëzakonshëm, i rëndësishëm për çdo kohë dhe çdo vend, sepse edhe sot njeriu mund të ketë gjithçka që posedon dhe prap të mos ketë qetësi në veten e tij. Mund të ketë pasuri, por të mos ketë kënaqësi. Mund të ketë mira njerëz rreth vetes, por të ndihet i vetmuar. Mund të ketë shumë dije, por ka pakurtësi. Mund të flas pafund për moralin, por të mos praktikoj atë. Dhe këtu qëndron një prej mësimeve më të mëdha të Muhamedit alayhis salatu wassalam, feja nuk është vetëm ajo që besojmë. Feja është edhe mënyra se si sillemi dhe veprojmë me njëri tjetrin. Njeriu i mirë nuk matet vetëm në xhami. Matet në shtëpi, matet në mënyrën se si sillet me bashkëshorten dhe fëmijët, matet në mënyrën se si sillet me prindërit, matet në vendin e punës, matet kur askush nuk e shikon atë, nuk e shef atë, vetëm i madhi Zot. Matet kur ka mundësi të bëj padrejtësi, njeriu i mirë kur ka pushtet, matet të bëj padrejtësi kur ka pushtetin, por zgjedh drejtësinë, zgjedh mëshirën dhe mshurinë. Aty provohet karakteri i njeriut. Të nderuar të pranishëm, nëse duam ta kuptojmë vërtet madhështinë e Muhamedit alayhis salatu wassalam, duhet të shohim se si ai sillej me njerëzit në tërësi, besimtar musliman dhe jo musliman. Ai nuk e ndërtoi komunitetin vetëm mbi rregulla, por mbi besim, përgjegjësi dhe mshuri dhe mëshirë. Ai i dha dinjitet të varfrit njeriut, i dha vend jetimit, u kujdes për fqinjin, për komshiun. I mësoi të pasurit se pasuria është përgjegjësi, amanet, që ka përgjegjësi për atë përpara Zotit nëse nuk e shfrytëzon në rrugën e duhur. I mësoi të fuqishmit se pushteti është përgjegjësi dhe duhet të bëj drejtësi. Dhe i mësoi besimtarit se nuk mund të jesh i mirë vetëm për veten, por duhet të jesh solidar edhe me të tjerët. Një besim që nuk sill dobi për njerëzit përreth nesh, duhet ta pyesim veten sa thellë ka hyrë në zemrën tonë nëse nuk ka efekt në realitetin tonë. Sepse profeti Muhammed alayhis salatu wassalam na mësoi një islam, fe islame, që nuk mbyllet brenda mureve dhe individit. Ai shkon te familja, te fqinjësia, te tregu, te drejtësia, te edukimi, te tërbia, te mësimi, te marrëdhëniet mes njerëzve, te kujdesi për shoqërinë në tërësi. Kjo është arsyeja pse kujtimi i profetit Muhammed alayhis salatu wassalam nuk duhet të mbetet vetëm një ceremoni, duhet të bëhet një përgjegjësi. Dhe sot, ne si besimtar musliman, duhet ta pyesim veten, çfarë shoqërie duam të ndërtojmë? A duam një shoqëri ku njerëzit vetëm flasin për moralin, apo një shoqëri ku morali shihet në sjellje? A duam të rrisim fëmijë që dinë shumë, apo fëmijë që dinë edhe të respektojnë? A duam një komunitet që mblidhet vetëm në ditë të veçanta, apo një komunitet që gjendet pranë njerëzve edhe në ditët e tyre të vështira? Të nderuar të pranishëm, këtu është detyra jonë, përgjegjësia jonë, misioni ynë, dhe këtu është përgjegjësia e gjithë imamllarëve tanë, hoxhallarëve tanë, myftive tanë, secilit atë sa i takon. Dhe këtu është edhe përgjegjësia e institucioneve tona, e secilit prej nesh, sepse një komunitet i fortë nuk ndërtohet vetëm me ndërtesa, ndërtohet me njerëz, nuk matet vetëm me numrin e xhamive, matet me numrin e zemrave që janë bërë më të mira për veten e tyre, për familjen e tyre. Nuk matet vetëm me sa njerëz dëgjojnë një predikim, një ligjërat, një mësim,
matet me sa njerëz dalin prej tij dhe ndryshojnë diçka në jetën e tyre. Vëllezër dhe motra, ndoshta kjo është mënyra më e bukur për ta përkujtuar lindjen e njeriu më të mirë që ka krijuar Allahu xhaleshanehu. Të ndjekim shembullin, traditën e Muhamedit alayhis salatu wassalam, shokëve të tij dhe pas tyre dhe gjithë atyre dietarëve të cilët na kanë hedhur dritë, na kanë orientuar në rrugën e drejtë, në rrugën e mirësisë dhe mshurisë, humanitetit dhe gjithçka e tjetër. Të ndjekim shembullin dhe traditën e Muhamedit alayhis salatu wassalam është për ne kusht, detyrë mbi detyra. Mos neglizhojmë asgjë nga jeta dhe vepra e tij. Mund të duken gjëra të vogla, por historia e madhe e njerëzimit është ndërtuar nga gjëra të tilla. Profeti ynë Muhamedi alayhis salatu wassalam nuk na la vetëm fjalë, na la një mënyrë jetese të gjallë, të transmetuar dhe përcjellur brez pas brezi. Na la një model, një shembull se si mund të jesh i fortë pa qenë arrogant, pa qenë zullumqtar, i drejtë pa qenë i ashpër, i mëshirshëm pa qenë i dobët, i pasur pa qenë rob i pasurisë dhe arrogant, i ditur pa qenë mendje madh. Dhe mbi të gjitha, na mësoi se madhështia e njeriu qëndron në lidhjen e tij me Allahun dhe në të mirën që ai sjell njeriu dhe njerëzimit. Të dashur vëllezër dhe motra, prandaj le të mos e pyesim vetëm veten tonë. A e dua profetin Muhammed alayhis salatu wassalam? Le ta bëjmë edhe pyetjen më të vështirë. A do ta njihte profeti alayhis salam moralin e tij në sjelljen tonë? Nëse përgjigjja është po, atëherë kemi arsye të gëzohemi në dunja dhe Allahu na gëzoft në ahiret. Nëse përgjigjja është jo, atëherë kemi detyrë përpara pikërisht për ta filluar ndryshimin. Sepse drita e Muhamedit alayhis salatu wassalam nuk ka ardhur që vetëm ne ta shohim, ka ardhur që edhe ne të ndriçojmë me të. Allahu i madhruar na bëf prej atyre që e duan dhe e ndjekin të dërguarin e tij, Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Na bëf prej atyre që e kthen besimin në moral, në veprim, moralin në vepër dhe veprën në dobi të shoqërisë pa dallim. Allahu na dhënt paqe dhe bekime të dërguarit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre njerëzve që ecin në rrugën e tij. I lutem Allahu xhaleshanehu edhe një herë na bëj prej atyre, na begatoj me mirësi e begati, të vllazërohemi sa më shumë, të kalojmë mirë sa më shumë me njëri tjetrin, t'i lëmë gjërat me një anë, sepse kemi një ahiret i cili na pret dhe do shkojë gjithë secili vet atje për dhënë llogari, yawma tubla as-sarair, në ditën kur do dalin sekretet dhe gjithçka tjetër. Ti lutemi Zotit të gjithësisë, i cili është mëshirues, mëshibërës, falës dhe pranon pendimin prej nesh inshallah taala, një Zot që meriton adhurimin, dedikimin dhe gjithçka që ai meriton. Allahu lëshoft mëshirën në zemrat tona, besimin në zemrat tona, ndryshimin në sjelljet tona dhe na paqtoft me gjithë, me fqinjin ton, me komshiun ton, me njerëzit në përgjithësi, aq sa kemi mundësi të kontribuojmë për të mirën njerëzore, me qëllimin e vetëm për hir të Zotit dhe kënaqësinë e tij. Ela inna ahsanal kalam wa ablaghan nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-allam kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi al-kalam wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.